drejt, nga që më përmend në garazhin, na merr një klient një ditë, tha duhet blej një garazh në zonën e komunës Parisit. Po për çfarë do garazhin? Po tha, të filloj me garazh një herë sepse pastaj blej shtëpi. Realisht garazhet në Tiranë janë bërë po ti marrësh në proporcion për metër katror shkojnë më shumë se sa apartamentet. Do ka zona caktuara që 50.000 euro garazh apo edhe më lart edhe më Si ka mundësi? Pse po ndodh kjo? Për shkak të hapësirës për të parkuar jashtë? Po, ka mundësi sepse në urbanistët apo kushdo që ka drejtuar këtë qytet nuk ka menduar për qytetarët. Ka menduar vetëm për veten e tij, duke ngritur kulla, duke mos menduar fare për parkime. Po të shikon në gjithë në qytetet më të mëdha të botës, ne shikojmë kulla që janë parkime. Në Tiranë mungon. Pse mos kishte nga këto kulla të mëdha, pse mos ishin parkime mes Tiranës? Ti i bie rreth e qark Tiranës nuk gjen dot një vend parkimi. Dhe prandaj kushdo që blen një apartament ka më të rëndësishëm ka garazhin, parkimin, se sa apartamentet. Në fund fare nuk çmë duhet apartamentet, thotë nëse unë do vi në lagje, s'do parkoj dot.